Drejtoria e Partisë Demokratike ka finalizuar listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 11 majit në të 12 qarqet e vendit. Në një mbledhje të zhvilluar pasdite, kryesia e PD-s ka propozuar emrat që do të përfaqësojnë opozitën në parlament, duke përfshirë dhe kandidatët nga partitë aleate, si Partia e Lirisë, Partia Republikane, PAA, PDBD1 dhe PDIU. Përzgjedhja e kandidatëve ka pasur një rëndësi të veçantë, pasi këto lista përbëjnë përfaqësimin e PD-s në nivel kombëtar dhe janë përgatitur pas konsultimeve të shumta me strukturat lokale dhe aleatët e partisë. Lista e kandidatëve për 12 qarqet është si vijon: Qarku Tiranë, Sali Berisha, Edi Paloka, Albana Vokshi, Belin Kolliçi, Flamur Noka, Jozefina Topalli, Besar Xhaferi, Fatmir Mediu, Erisa Xhixho, Kleviz Balliu, Mesilda Doda dhe Tedi Blushi. Në qarkun Elbasan, Tomor Alizoti, Edmond Haxhinasto, Klodiana Çapja, Bledi Himçi, Aurel Bylykbashi. Në qarkun e Fierit, Gazmend Bardhi, Luan Baçi, Brunilda Haxhiu, Eduard Sharka dhe Sajmir Koreshi. Në qarkun Durrës, Oert Bylykbashi, Gent Strazimiri, Manjola Luku, Artan Luku, Igli Cara. Në qarkun Shkodër, Luciano Boçi, Greta Bardeli, Ramadan Likaj, Kliti Hoti dhe në qarkun Korç, Ivi Kaso, Ledina Aliolli, Bledion Nallbati. Në qarkun Vlorë, Bujar Leskaj, Atirt Hoxha, Ina Zhupa dhe Evangjel Dule. Në qarkun Berat, Eno Bozdo, Zia Ismaili. Në qarkun Kukës, Flamur Hoxha. Në qarkun Gjirokastër, Tritan Shehu. Në qarkun Dibër, Xhelal Mziu dhe Denisa Vata. Ndërkohë në qarkun Lezhë, Agron Gjekmarkaj dhe Elda Hoti. Partia Demokratike ka shprehur bindjen se këto lista do të sillen një përfaqësim dinjitoz për qytetarët e Shqipërisë, duke angazhuar për një fushat të drejtë dhe të ndershme për të siguruar një fitore të madhe në zgjedhjet e 11 majit. Të gjithë mbështetësit tanë, se nëse ka një histori ku secili fiton, është ky koalicion. Ky koalicion e shton Partinë Demokratike në një mazhorancë absolute. E shton Partinë Demokratike në një mazhorancë të merruese për narkopartinë dhe narkoqeverinë kundërshtare. Ky koalicion ka nga ana tjetër konfluimin, bashkimin e të gjitha forcave dhe jo vetëm vlerave të shpërndara, se nuk janë të gjitha të përqendruar tek Partia Demokratike, po dhe tek forcat tjera politike. Ndaj dhe ju përshtes shumë përzemërsisht dhe shpreh vlerësimin për punën që keni bërë. Jemi sot këtu në përputhje me statutin e partisë, i cili kërkon që në procesin e miratimit të kandidaturave për legjislaturën e ardhshme, për zgjedhjet lokale, ato miratohen me debate e diskutime në kryesinë e Partisë Demokratike dhe i paraqiten për miratim në parim si listë, jo raste, por si listë Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Ky është dhe përcaktimi statutor. Në këtë rast, do të them dy momente. A është e drejtë kjo listë që na imponon ose e shpiku në vitin 2021 Edi Rama? Jo, nuk është e drejtë. Ja u them unë. Ndërhyrja e bëri një gjë, në qoftë se në të parë për të kaluar Rubikonin duhet mirë 10.000 vota, tani jo. Tani vendet e lira që meten i merr ai që merr më shumë vota. Pra, për pjesën e hapur është bërë më e drejtë, por përsëri duhet ishte më e hapur, mirë, por ne këtë dorë nuk e kishim. Në këtë aspekt,
janë ndjekur parime në çdo qark, përveç të themi Gjirokastës, Kukshit, në çdo qark janë dërguar përfaqësues nga aleatët